Nuk ka dyshim që ky është një nga lajmet më të bujshme të futbollit anglez. Sir Alex Ferguson ka zyrtarizuar largimin e tij nga drejtimi i Manchester United në fund të këtij sezoni. Për ta përforcuar edhe më shumë këtë qendrim ka ardhur edhe një lajmërim zyrtar në faqen e klubit të madh anglez në internet. Pas 27 vitesh në drejtimin e djavit kuq, legjenda 71 vjeçare e heqdor, dhe duket se këtë e ka bërë për shkak të problemeve shëndetësore që po e shqetësojnë prej kohësh, edhe pse ky nuk është një qendrim i tij zyrtar. Është koha për të tërhequr. Falenderoj familjen time, dashuria dhe mbështetja e tyre ka qenë thelbësore. Është shprehur shkurt Ferguson, i cili konsiderohet njeriu emblematik i Manchester United, klub të cilin si trajner i ka dhënë 38 trofe në 27 vite, mes të cilave 13 kampionate dhe 2 Champions League. Për këtë arritje Ferguson konsiderohet edhe si një nga trajnerët më të mirë të historisë së futbollit botror. Skocezi karizmatik e mbyll karrierën e tij si kampion i Anglisë në këtë edicion. Tashmë hapen skenar të ri për zëvendësuesin e tij, teksa në fillim favorit dukej trajneri i Evertonit David Moyes, por surprizë mund të jetë emri Jose Mourinho, që nga ana tjetër kërkohet me shumë gul nga presidenti i Chelsea Roman Abramovich.